Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Kapitulli. Nëse dikush nuk e përqafon Islamin realisht, por nënshtrohet vetëm në aspektin e jashtëm, ose e bën nga frika se e vrasin. Allahu xhela xhelaluhu ka thënë: Beduenët deklarojnë: Ne besojmë, thua ju nuk keni besuar, por më mirë thani ne perulemi. Huxhurat 14. Përqafimi i vërtetë i Islamit përshkruhet në ajetin: Me të vërtetë feja vetme pranore tek Allahu është Islami. Ali Imran 19. Dhe atij që kërkon fe tjetër përveç Islamit nuk do t'i pranohet. Ali Imran 85. Imam Buhariu ka pru këtë kapitull të thot, nëse dikush nuk e përqafon Islamin realisht. Çka na lën me kuptu realisht? Që do thotë ka përqafu Islamin me të jashtmen, jo realisht. Realisht që i bie me të brendshmën edhe me të jashtmen. Edhe kena thënë se çdo besimtar ka pjesë në fakut. Çdo besimtar ka pjesë në fakut. Mirë po, aqë sa dallon e brendshmja me të jashtmen, aqë është në faku më i madh. Dhe aqë sa është e brendshma me të jashtmen nuk ka dallim. Dallimi është sa më i vogël, aq në faku është më i vogël tek besimtari. Për atë tregohet se Hudhaifa radhiyallahu anhu, i cili i ka ditë munafikt e Medinës një nga një. Edhe kur kanë rrugë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpesh herë shkoshin edhe pyetën Hudhaifën se mas jam unë prej atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se është prej munafikëve. Edhe çka është interesante se Hudhaifa radhiyallahu anhu e ka dhënë përfundimisht ilaçin e kësaj. Nuk i ka treguar se ai je asje realisht, mirë po i ka thënë nëse vetmohesh, a falesh? I ka thënë pa. I ka thënë ik atëherë se nuk je prej munafikëve. Që do të thotë se besimtari, çdo kush që ka problem sa herë vezveset e tija kur i kryen veprat e tija, edhe nuk duket se ka sinqeritet, edhe duket se ka një lloj syfaqësie, investimi në fshehtësi ja permision kët pikë që e mundan besimtarin. Andaj sa më tepër besimtari që në fshehtësi i shton veprat e mira, aq më larg nifakut është. Dhe çka kena thënë se është përkufizimi i nifakut? Përkufizimi më i saktë i nifakut? Kena thënë fshehja e sherrit edhe shfaqja e të mirës. Ky është përkufizimi. E që realisht i bën fshehja e kufrit dhe shfaqja e besimit. Nga se njeriu i cili imponohet me dhunë për me bë kufër, merrendshme ti nuk është sharr. Merrendshme ti është khair. Veç është imponuar që këtë për mi hedh, për mi shit jashtë për rrethanat të caktuara. Mirë, po për kufizimin e imanit kena thënë është fshehja e sherrit dhe shfaqja e hajrit. Edhe i ka sjell ajetet Imam Buhariu ku tregon për vlerën e Islamit në përgjithësi, e Islamit që ka të bëjë me të jashtmen edhe me të brendshmën, edhe që është e vetmja fe pranuar tek Allahu xhallahu ala. Ebu Yemani na ka thënë, na ka refer Shoaib nga Zuhriu, i cili ka thënë, me ka refer Amiri, i biri Sa'd ibn Abu Waqasit, se Sa'd radhiyallahu anhu thot, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u dha disa personave, e unë isha ulur pranë tyre, por ana shkaloi një burr për të cilin mendoja se ishte më i miri. I thash, o i dërguari i Allahut, çfarë ke me filanin që nuk i dhe? Betohem në Allahun se unë jam përbesimtar, apo thjesht për musliman, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Heshta pak, por gjërat që dija për te më shtyn ti thasha. Kështu që ju ktheva sërish fjalës sime dhe thash: Çfarë ke me filanin që nuk i dhe? Betohem në Allahun se unë jam përbesimtar, apo thjesht për musliman, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Akoma nuk më lënte të qet ajo që kisha për brenda, kështu që e pyeta pyetjen time. Derisa i dërgori Allahut sallallahu alaihi wasallam ma ktheu të njëjtën përgjigje dhe tha: O Sa'd, unë mund të jap një njeriu edhe pse dikush tjetër mund të jetë më i dashur për mua se ai, nga frika se Allahu mund ta hedh në zjarr. Hadithin po ashtu e transmetojnë Yunusi, Saliu, Mameri dhe i biri vllaut të Zuhriut, nga Zuhriu. Nga një hadith vërejmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nap një njeriu për shkak që mja rujt Islamin dhe për shkak që mja zbut zemrën. Andaj, zemra mundet mu zbut edhe me napje, mirë po edhe nga ana tjetër zemra besimtarit zbutet edhe afrohet me Allahun xhallahu ala edhe në sprov. Edhe kur i godet një e keqe, jo vetëm mirësi. Mirë po edhe në raste caktuara, si dikush i cili është fillestare një kështu, me mirësi atij i flen zemra më tepër në Islam. Mirë po nga ana tjetër, zemra e besimtarit edhe me sprov arrin edhe pastrohet. Nga ana tjetër, shumë prej besimtarëve, cilët e merr vesh për shembull që Allahu xhallahu ala e ka sprovuar me kancer. Edhe me shkulla ti mi than, ndëgja filani ka përgoju, filani ka hyn hak, thot Allahu fal.
halal thot ja kanë bë. Nga se zemra për shkak goditjes ka arrit në pastrimin maksimal. Edhe të nështru Allahu xhalla wala. Nuk ka diçka pengesë e kësaj dynjaje. Që pengesa ndoshta mes një vllaut dhe një vllaut tjetër ka një hasmëri mes tyre. E që pengesa mes tyre janë çështje dynjajet, apo? Reputacioni, mund me qenë aspekti i dynjas, mund me qenë aspekti i famës, e aspekte ndryshme. Këta që i katesh për momentin në zemër e pengojnë që realisht me e pa të vërtetën. Dhe goditja e sprovës në zemër, ja me njanën këta edhe ka ballafaqimin me tjerë me zemër të pastër. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zemra e tij nuk ka pas nevojë goditje, por ka qenë zemër e pastër që gjithë i ka marrëdhëniet me gjithë i ka pas me zemër të pastër. Andaj themi se edhe në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë dikujt që për shkak mirësie dikujt i flen edhe i rahatohet edhe i pastrohet zemra. Mirë po, shumë besimtarëve që i godet një sprov, e kja sprov bëhet shkak që ky më u kthy Allahu xhalla wala. Përse nëse bëhet shkak që ky më rebelu dhe më tepër kundrave urdhnat Allahu xhalla wala, lën me kuptu për smundet mëdha që kanë zemër. Mirë po nëse shkak që ky i kthehet Allahu subhanahu wa taala, atëherë është duke arrit zemra duke u pastruar. Kapitulli, përhapja e selamit është prej islamit. Amari ka thënë, imanin e ka plotësuar ai që në vetvete i ka bërë bashkë këto 3 gjëra: drejtësinë prej vetes, përshëndetjen e të gjithë njerëzve me selam dhe dhënien aty ku ka nevojë, madje edhe nëse vetë është ngushtë. Është një hadith tjetër ngjashëm me këtë, ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një burr e pyeti të dërguarin Allahu sallallahu alajhi wasallam, cila është vepra më e mirë në islam, ajo përgjigj: të ushqesh të tjerët dhe të përshëndetësh me selam atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh. Imam Buhariu në këtë kapitull thotë përhapja e selamit është prej islamit. Dhe na tregon pastaj ku thotë se Amari ka thënë se imani e ka plotsu. Ai që në vetvete i ka bërë bashkë këto 3 gjëra. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ne nuk mundna me dëshmu për dikën. Mirë po, nëse një këta vepra përmblidhen tek zemra e dikujt, atëherë lën me kuptu se përmbledhja këtyre veprave është duke dëshmu për imanin e tij të fuqishëm apo për zemrën e tij të kullumën. Tu ka thënë drejtësia prej vetes, që do thotë drejtësia në raport mes tij dhe Allahu xhalla wala, e që është haku tauhidi Allahu subhanahu wa taala, dhe drejtësia me njerëz. Dhe e shohim dikush i cili ka drejtësi me njerëz, edhe nëse është në llogaritë ti, kjo nuk ka mundësi me bëru për fakt se është duke dëshmu për imanin në zemrën e tij. Për çdo besimtar i cili e shef një këtë veçori që ka, një këtë cilësi, lën me kuptu se zemra e tij është e pastër. Nëse edhe për shkak kundra vetes ai vepron edhe gjykon me drejtësi. Pastaj e ka përmend në këtë hadith thotë përshëndetjen e gjithë njerëzve, pa marrë parasysh. Ai është njeri me post, ai është njeri i varfër, ai është njeri në mosh, ai është njeri i ri, çdo kujt duke i dhënë selam, duke e përshëndet me selam është dëshmi për pastërtinë e zemrës, edhe përfundimisht e ka përmend edhe dhënien aty ku ka nevojë, madje edhe në rastin që ai është në vështirësi. Gjithë këto janë elemente që tregojnë që besimtari e ka zemrën e pastër në raport me Allahun xhalla wala, e që janë dëshmi për imanin në zemrën e tij. Kapitulli, mohimi mirësjelljes, përbuzja dhe kufri i vogël. Këtë transmeton Ebu Said Hudriu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Meslem na ka transmetuar nga Maliku, nga Zeid ibn Eslemi e nga Ata ibn Yasari. Se Ibn Abbasi radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: e poshtë xhehenemin dhe vura re se shumica e banorëve të tij janë gratë që mohojnë. I thash, a e mohojnë Allahun? Tha, e mohojnë mirësjelljen dhe e mohojnë mirësinë. Edhe nëse vazhdimisht je i mirë me të, po që se vren diçka jo të mirë të ti, thot, kur nuk kam por asnjë të mirë prej teje. Imam Buhariu këto ka pru këtë mohimin e mirësjelljes, përbuzje dhe kufri i vogël, që ka përmend rastin e grave këtë hadithin që është i njoftën. Këto ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thënë se shumica e banorëve të xhenemit kanë me qenë gra. Mirë po duke pas parasysh, shumica e banorëve të xhenemit a bëhet fjalë në krahasimin me meshkuj, mes meshkujve edhe femnave, mas shumtit ka me pas femna në xhenem, apo bëhet fjalë për shkak duke e ditë se femnat janë shumë numër më të madh se sa meshkujt. Saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar që ka marrë kohë që ka me pas 1 me 50. Për momentin një tash ka shtete caktuar që është, do të thënë proporcioni brenda 1 mashkull me 50 femna. Duke pas parasysh se numri i femnave është më i madh, rrjedhimisht ka me qenë banor xhenemit më shumë se sa meshkujt. Apo për këtij numrit të madh që janë grave, shumica një këtij numrit të madh, për më tepër se gjysma kanë me qenë banor të xhenemit. Allahu a'lam, mirë po e lën me kuptu edhe një këtë. Nga ana tjetër në një këtë hadith
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon kufrun ni'ma. Pra muhimi i përbuzja e mirësive që ka qytë kufër i vogël, siç rastin e grave nëse shef një të mirë, nëse shef një të keqe, thot kur prej teje s'kam pa thot hajr. Muhimi i gjitha të mirave. Andaj duke ja njoft dikujt mirësinë, është dëshmi e imanit. Imagjinoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pozita pejgamberlikut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje ja njeh mirësinë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu minber para gjithëve. Imagjinoni pozita e tij dhe shembulli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj që Abu Bekrit radhiyallahu anhu duke ja ditë një këtë mirësi ja përmend para gjithëve në minber si falënderim për Abu Bekrin radhiyallahu anhu. E çka vlen mes besimtarëve nëse ka mirësi dikush nga dikujt, sa duhet më qenë mirënjohës, nga se kjo është dëshmi e imanit në zemrën e tij. Nga ana tjetër, çdo vepër që është iman reflekton në shtimin në çdo vepër e cila veprohet aludon në shtimin e imanit, apo? Mirë po, kur flasim se një vepër e caktuar është iman, i bie që merret edhe shpërblimi. Mirë po, te gratë e dim se e kanë periodet e veta. Ku ata rrjedhimisht nuk kanë vepra të jashtme, siç është rasti i namazit. Nga se ju cungohet një kjo, sheretikisht. Mirë po, edhe pse ju cungohet, nuk është e barabartë e mrenshme me të jashtmen, për shkak një kësaj të jashtme që ju cungohet, sheriati prap ju ka dhënë shpërblim. A është e qartë? Andaj kena raste ku nuk është në përputhje e mrenshme me të jashtmen, na kena folur edhe ndersat e kaluara apo ashtu, mirë po shpërblimi arrihet për shkaqe të caktuara, sheriatike ose edhe shkaqe tjera. Kapitulli, mëkatet janë pjesë e ignorancës, së kufrit, por mëkatari nuk cilësohet ju besimtar për shkak të tyre, përveç nëse bën shirk. Allahu xhalla wala e ka përmendur atë wa man ya'mal su'an bi jahala. Dhe çdo vepër e lig, çdo mëkat e ka thujt Allahu xhalla wala jahala, ignorancë. Mirë po kjo ignorancë nëse bëhet me vetdije normal që nuk arsyetohet, dhe nëse bëhet kjo ignorancë, kjo vepër nëse bëhet pa vetdije, pa dash me hy gjatë kësaj mesele, por shkurtimisht nëse bëhet pa vetdije, pastaj kthehet te personi. Se ky a ka bë përpjekje për gjetjen për njohjen e asaj të vërtetë apo nuk ka bë përpjekje. Këtu na aludon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë se la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun wa lam yu'minu bi, nuk kanë dëgjuar për mua një jehudi ose një krishter, e pastaj nuk beson mua, nuk më pason mua, përveç se ka për të hyrë në zjarr. Andaj a ka dhënë ky përpjekje pasi që ka dëgjuar një këtë emër, pasi vazhdimisht dëgohet një ky emër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në përminare 5 herë në ditë. A ka dhënë të përpjekje që me njoft një këtë personalitet? Apo? Atër mos dhënja e përpjekjes për njohjes e kësaj, e i ka mbrit emri ti, atër i bje që mos përpjekja për njohjen e këtis zotnije sallallahu alaihi wasallam, i bje që kë nuk ka arsyetim. Andaj e përgjithshmja çdo person i cili vepron një vepër, por nuk ka dhënë mund për njohjen e asaj vepre, e që kanë qenë rrethana të caktuara, themi se nuk arsyetohet. Nga ana tjetër, kena thënë se imani ka shu'batul iman, apo? Ka degëzimet imani. Mirë po, edhe nifaku ka degëzime. Që kena thënë sa më shumë ndryshon e jashtmja, ku besimtari ndoshta me të jashtmën e tij sillet vazhdimisht mirë si i devotshëm, mirë po si vetmohet i thën urnat Allahu xhallahu ala, kjo është një lloj nifakut. Nuk themi nifak që del prej feje, besimtar iman, mirë po ka nifak të madh nga se nuk është në përputhje e jashtmja me të mbrëmshmën e tij. Dhe sa më tepër që është përputhshme e jashtme me të mbrëmshmën e tij, themi se zemra është më e pastër. Kapitulli, mëkatet janë pjesë e ignorancës, së kufrit, por mëkatari nuk cilësohet jo besimtar për shkak të tyre, përveç nëse bën shirk. Përveç thotë nëse bën shirk. Rasti shirku edhe kufrit nuk ka pjesëzimin këtë, nëse shirku edhe kufri gjendet, mos keq kuptohet kjo, gjendet në zemër i ka përfshi gjitha. Nëse gjendet në gjuhë e ka përfshi edhe të mbrëmshmen edhe të jashtmen. Nëse dikush bën me vepër i bën sejdë dikujt tjetër përveç Allahu xhallahu ala, nuk shohim atij e na tregon se në zemër si ndin ty këtë gjë. Kjo dëshmon për kufrin edhe në zemrën e tij. A është e qartë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë dikujt, me të vërtetë të janë tek tipare të ignorancës para islame. Allahu xhela xhelaluhu ka thënë, vërtet Allahu nuk fal që ti bëhet shirk në adhurim, ndërsa ja fal çdo gjë përveç kësaj atij që do. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë me të vërtetë ti ke veprat e ignorancës, nga se kanë qenë vepra që nuk aludojnë prej islamit. Edhe e jashtme nëse është mëkat, lën me kuptues edhe në zemrën e ka këtë mëkat. Po. Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet vete, ju pajtoni ata. Huxhurat 9. Allahu xhallahu ala i ka thujt këta nëse dy grupe Allahu xhallahu i ka thujt besimtarë, edhe pse e kanë bërë këtë mëkat i cili është mëkat i madh.
vrasjen mes tyre, mirë po prap epiteti tyne besimtar ju ka met. Nga se nuk del për këtij epitetit përveç se me kufër edhe me shirk. Abdullah ibn Mubareku na ka thënë, na ka treguar Hamad ibn Zeidi, e këtij ka treguar Ejubi dhe Yunusi, e këta dy nga Haseni se Ahnef ibn Kajsi rëfen. Teksa po shkoja të ndihmoja këtë njeri, Aliun, e takova Ebu Bekrin, Ebu Bekretën, radiallahu anhu, i cili me tha, ku po shkon, i thash, ta ndihmoj këtë njeri, me tha, ktheu se kam dëgjuar të dërguarin Allahut, sallallahu alaihi wasallam duke thënë, kur dy musliman deshen me shpatat e tyre, vrasësi dhe i vrari do të jenë zjarr. E pyeta, o i dërguari i Allahut, për vrasësin po kuptohet. Por çfarë është puna e vrarit? Me tha, edhe ai ishte i vendosur për ta vrarë vëllain e vet. Ky hadith na lën me kuptu për të brendshmën dhe të jashtmen. Ky i cili është vrarë. Çka ka qenë jashtmi ati? A ka vrarë ky apo ish i vramun? Ish i vramun e jashtmi ati. Mirë po e brendshmi ati edhe ky ka qenë gatishmëri për mi vrarë. Kështu që themin nëse njeriu e ka në zemrën e tij mëkatin për mi vepru, edhe nëse nuk arrin me vepru, ai e merr si mëkat. Apo? E njashtu ka dhe raste të caktuara që brendshme dhe të jashtme në iman, në veprën, ndoshta nuk përputhet për ta marrë shpërblimin. Njeriu e ka një për me vepru një vepër të mirë, mirë po për shkak rrethanave të caktuara që arsyeton në shariati, ai e merr shpërblimin edhe pse nuk ka arrit për me vepru. Që do të thotë zemër e ka pas dhe nuk ka arrit me vepru, nuk është në përputhje e brendshme me të jashtmen. Mirë po shpërblimin e madh. Mirë po edhe në këtë rast nuk është në përputhje në këtë mëkat e brendshme me të jashtmen, nga se ky nuk ka vrarë, ky është i vramun. Mirë po njët e ka pas për mi vrarë. Ekzistenca e mëkatit në zemër që e ka njët, edhe pse nuk arrit me vepru, e merr si mëkat. Kështu është edhe me kufrin. A njeri i cili nuk ka bë kufër, por ka bë njët për me bë kufër, themi se kjo veç ka në kufër. Sulejmani ibn Harbi na ka thënë, na ka treguar Shoaib nga Vasili, se marrori rrefen. E takova Ebu Dharrin, radiallahu anhu, në Erabedhe, bashkë me shërbëtorin e tij. Të dy të veshur bukur, andaj e pyeta për këtë çështje. E në atë rast më tha, njëherë pa ta fyer dike, duke i nënçmuar të emën. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa t'i thënë, o Ebu Dharr, a janë nënçmuar të emën, me të vërtetë ende këtë parët e kohës së ignorancës. Shërbëtorët tuaj janë vëllezër tuaj dhe Allah i ka vënë në sundimin tuaj. Andaj nëse dikush prej jush e ka vëllain e vet në sundim, le ta ushqej sikurse veten dhe le ta vesh sikurse veten. Mos i ngarkoni me tepër se sa që mund të bartin, e nëse veproni kështu atëherë ndihmojeni. Në xahiliet shërbëtorët domethënë s'kan pas asnjë farë vlere. I kanë torturu, i kanë rraf, i kanë godit, domethënë nuk kanë pas asnjë farë vlere. Madje mu kthy edhe në Evropë, cilët kanë qenë domethënë skleverit që kanë qenë në Evropë, sidomos mes tjetër dhe më herët, s'kan pas asnjë farë vlere. Nëse pronari zotnia, aristokrati e ka pas tokën, ata kanë punu vetëm për bukën e gojës. Edhe nëse ky ka ndodhur që e ka shit këtë një aristokrati tjetër, një zotnie tjetër, i bashkë me ata sklever i shit. Ai s'ka pas asnjë farë vlere. Madje nëse ai ka dash mu martu, fillimisht i dash zotnia që me pas marrëdhënie me atë gruë, e pastaj për mi martu. Domethënë që nuk ka pas asnjë farë vlere. Edhe në xahiliet tek arabët. Mirë po me ardhen e islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka plotsu ta norma. Nga se i ka thënë edhe këtij, thot, janë vëllezërit tuaj dhe ushqeni ma çka ju ushqeni. Dhe veshni ma se çka ju veshni. Kjo ishte para. E dyta, njeriu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i ka shërby për 9 vjet rresht Enesi radhiyallahu anhu, e që ka qenë moshë shumë i vogël. A ka qenë i përpik kë në shërbim? Apo shpeshherë ndoshta edhe i kanë tejkalu disa gjana. Dhe në momentin kur tejkalon disa gjana, normal që edhe ti, si më thon, një farë forme nervozohesh, apo? Mirë po, se nuk është larg mendve një fëmijë shumë i vogël duke i shërby pejgamberit sallallahu alajhi wasallam non stop, normal që shpeshherë tejkalon disa sene. Mirë po, shikoje sjelljen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me ta. Me Enesin radhiyallahu anhu. Andaj për atë kanë thënë ulemat se gafleti është domethënë me qenë i çpërkujdesur, nuk e din se domethënë i kot një farë forme. Mirë po, të ghaful njeriu mu bas sikur nuk shef, sikur nuk e vren. Kjo kanë thënë është cilësi e njerëzve të mendshëm. Andaj çdo herë dikush i cili ka dikant në pushtetin e vet, nuk është më njëherë që diçka për një herë i kërkan llogari dhe për një herë mundoshmi, mirë po ala. E vren një herë ti e vren, e ke atë parasyve. Mirë po e anash kadan. Nëse se ish përsërit disa hera, nëse se ish përsërit punëtori në firmë diku, shkelje herë pas here, e pastaj e merr dhe e qortan edhe e pron fije. Ajo për një herë mas asaj bën një herë mi qortu dhe mi ndoshta edhe për mi sanksionu. Po.
Kapitulli. Padrejtësitë janë të kategorive të ndryshme, sa i përket mallësisë së krimit, dëmit e të tjera. Ebu Velidi na ka thënë, na ka treguar Shuabe, Bishri me ka thënë, na ka treguar Muhamedi nga Shuabe, e ky nga Sulejmani, e ky nga Ibrahimi, e ky nga Alkame se Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë, kur zbriti ajeti, sa për ata që besojnë dhe nuk e molepsin besimin e tyre në padrejtësi, i dhujtari, pikërisht atyre u takon siguria, dhe ata janë të udhëzuarit. Enam 82. Shokët e të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam thanë, po cili prej nesh nuk bën padrejtësi, atëherë Allahu e zbriti ajetin. Shirku me të vërtetë është padrejtësia më e madhe. Luqman 13. Shirku do të thonë është padrejtësia më e madhe e cili është haki Allahu xhalla wala. Imam Buhariu do thotë padrejtësia që është karshi Allahu xhalla wala dhe padrejtësia karshi njerëzve. Padrejtësia karshi Allahut është domethënë shirku. Edhe kjo është padrejtësia më e madhe, nga se është haki Allahu xhalla wala njëshmëria dhe tauhidi. Edhe këtu duhet me pas parasysh se shirku e çrrënjos gjithë imanin, apo? Mirë po, njashtu siç na ka treguar Allahu xhalla wala, inal hasanata yudhhibna as-sayyi'at, me të vërtetë veprat e mira i shlyn mëkatet, duhet me pas parasysh se vepra e mirë i fshin mëkatet me përjashtim të shirkut vogël. Pavarësisht se ka khilaf gjatë, mirë po, mendimi më i saktë përveç shirkut vogël. Nga se Allahu xhalla wala nuk e fal këtë, që nuk thotë se personi është përjashtësisht në zjarr xhenemit, mirë po obligohet për shirkun e vogël, që është haki Allahu xhalla wala, për me bë istighfar dhe pendim për ta. Përndryshe, veprat e mira i fshin veprat e liga. Ky është në raport me Allahun xhalla wala, kurse në raport me njerëz, Allahu subhanahu wa taala, për shkak se është haku i njerëzve, nuk e fal gjakun, pasurin edhe nderin që ka hak dikush tek dikush tjetër. Andaj këta duhet besimtari mi pas parasysh. Nga ana tjetër, këtu në lep edhe në del në pah ku Imam Buhariu ku nënvizon këto vlerën që ka imani, që jep siguri besimtarit në dynja dhe në ahiret. Dhe kena thënë edhe rastin e Ibrahimit a.s. i cili i ka thënë Allahu xhalla wala, erini kayfa tuhil mauta, ma trego mu se si i ringjallti të vdekurit. Qala awalam tu'min, a nuk beson? Çka ka thënë Ibrahimi? Qala walakin liyatma'inna qalbi, në mënyrë e tama'nine, çka kena thënë që i bën mi përkthy? Kena thënë tama'nine i bën me mu qetësu zemra. Po se ka pas hasha wa kella, nuk e ka pas Ibrahimi që mi u qetësu zemra, sikur ta kisha pas mi u qetësu i bën që ka pas një lloj dëshimit. Mirë po, komentatorët, sidomos tefsir at-Taberi e sjell komentimin e këtij jetit ku thotë at-tamanina ka për kuptim ziyade, shtim. Që do thotë i ka kërkuar Allahut për shkak që më u shtu imani. E tash themi, sa më tepër që shtohet imani, aq më tepër njën besimtari rahati dhe qetësi. A mundaj rrjedhimisht shtimi i imanit ka prekje dhe qetësi zemra. Dhe ulja e imanit e ka dhe çpërkujdese zemra dhe gaflet edhe huti. Edhe në këtë rast themi se sigurinë që ka në dynja dhe në ahiret për shkak të imanit, sa më tepër që investon në imanin e tij, aq më tepër ka sigurinë në dynja edhe në ahiret besimtari. Në të kundërtën e humbe edhe siguri. Kapitulli. Shenjat e hipokritit. Sulejman Ebu Rabia na ka thënë, na ka treguar Ismail ibn Jaferi, e këtij ka treguar Nafi ibn Malik ibn Ebu Amiri, Ebu Suhejli nga babait i tij Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shenjat e hipokritit janë 3. Kur flet, gënjen. Kur premton, nuk e mbon premtimin. Kur i besohet, tradhton. Andaj këtu Imam Buhariu tash na ka sjell shenjat e hipokritit, pasi na ka treguar për imanin, na ka treguar shenjat e imanit. Nëse i ka dikush këtë cilësi aludon për imanin, tash na flet pasi që na ka fol paraprakisht një hyrje për nifakun, e që i bën dallimi mes mbrëmshmes edhe të jashtmes, tash përfundimisht na pron hadithin që na konkretizon në disa vepra të caktuara që tregon për hipokrizinë e tij. Ko thot, nëse i ka këta 3 shenja, shenjat e hipokritit janë 3. Thot, kur flet gënjen, kur premton nuk e mban premtimin, kur i besohet tradhton. Kur flet gënjen, apo? Edhe kjo është nëse dikush vret që është cilësi e thukë të dikush. Në vazhdimsi flet gënjen, madje betohet gënjen, vret që është duke gënjy. Apo? Është argument shumë i fuqishëm që në zemrën e tij ka nifak edhe hipokrizi. Edhe në cilësi tjera që i ka përmend. Themi se për me e pyru definitivisht që ky a ishte munafik apo jo, këta kanë njerëzve që kanë dije, dietarëve, që shikojnë rrethanat dhe rezultatin fund aty napin gjykim që ky më të vërtet ka nifak në zemrën e tij, nifak, domethënë që nxjerr prej feje apo
Për ndryshe, nëse ka diçka prej këtyne pjesë të caktuara, i bie që ka pjesë të nifakit në zemër, e që nuk e nxjerrin prej feje. Pra dhe njerë të kujtom hadithin e Hudhejfes, atë fjallën e Hudhejfes radiallahu anhu, i cili ka thënë se nëse vetmohesh kur i ka thënë ti, kur vetmohesh a falesh? I ka thënë po. E atëherë ikse nuk je munafik. Nëse njeriu ka vepra të fshehta, në vazhdimsi është dëshmia e imanit tij. Kapitulli: Namazi gjatë natës së Kadrit është prej imanit. Ebu Jemani na ka thënë, na ka rrëfyer Shajbi, e këtij ka treguar Ebu Zinadi, nga Araxhi nga se Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Atij që falet natën e Kadrit duke besuar dhe llogaritën në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e së kaluarës. To ka përmend Imam Buhariu vepër për veprave, që ka thënë namazi gjatë natës së Kadrit është prej imanit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Që ka çmu shariatin një këtë vepër shumë. Kush natën e Kadrit falet me iman, me besim, duke besuar se është urdhën i Allahut xhallahu ala. Apo dhe me shpresë. Dhe kjo shpresa, ky shpreson në shpërblimin e Allahut xhallahu ala. Çka i tregon shpresa mes kësaj të jashtme që është namazi dhe shpresa çka është? E mbrëmshmja. Që njeriu nuk është ngaflet, e fal namazin dhe thjesht e përkujton mendin e Allahut, por ka një lloj gafletit. Në moment që ka shpresë në shpërblimin e kësaj vepre, i bie që zemra është prezant. Apo dhe është në përputhje e jashtme me të mbrëmshmen. A është e qartë? Andaj kur është në përputhje e jashtme me të mbrëmshmen, një këtë vepër që është madhështore, rezulton me fshimin e mëkateve, nga se kena thënë veprat e mira i fshin veprat e liga, por edhe veprat e liga i fshin veprat e mira. Nëse njëkush ka një vepër shumë të madhe, për shembull ka xhihadin në rrugt të Allahut xhallahu ala. Mirë, po mas kësaj vepre ndodh që ky person merr kamat. Apo themi se kamata mund të më ndikojë që më afshi këtë vepër të madhe e cili është xhihadi, ose kamata më afshi këtë vepër të madhe e cili është haxhi. Apo vepra e cila nuk është e një lloji, po të dy janë të mëdha. Nga ana tjetër ka vepra të cilat janë një llojit, e që ndikon në fshirjen e asaj. Që thot Allahu xhallahu ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Mos i fshini veprat e juaja, sadakatin, me çka duke përmend që unë ta kam dhënë këtë filan ditë, ta kam dhënë aman men, unë kam bajagi kredit në ty, se unë kam bë mirë. Përmendja e kësaj e ka fshirë një këtë vepër. Edhe pse është vepër e mirë, mi po ka një vepër e ligë e llojit të saj dhe e ka fshirë vepër të mirë. Ose mundet mos më qenë e llojit vet, mi po vepër që është peshan shumë rënd si mëkat. Dhe një vepër tjetër e cila peshan shumë rënd si shpërblim, nëse kja i ka pasu kësaj, atëherë ndikan që mundet më edhe mi fshi këtë para Allahu xhallahu ala. Kapitulli: Gjihadi është prej imanit. Haremi ibn Hafsi na ka thënë, na ka treguar Gjihadi është prej imanit, që gjihadi domethënë bëhet me lisan, e që është me gjuhë, e që është gjihadi kundër munafikëve, dhe gjihadi i cili është me shpat kundër armiqve të Allahu xhallahu ala. Haremi ibn Hafsi na ka thënë, na ka treguar Abdul Wahidi, e këtij ka treguar Omare, e këtij ka treguar Ebu Zura ibn Amr, se Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu ka marrë përsipër që atë që del në luftë për hir të tij, për asgjë tjetër pos besimin e në të dërguarin e tij, ose do ta kthej me gjithë shpërblimin dhe ploshkën e fituar, ose do ta fusë në xhennet. Sikurse të mos me duke i rënë për umetin tim, nuk do të leja asnjë ekspedit luftarake pa marrë pjesë. Përkundrazi do të dëshiroja shumë që të vritesha në rrugën e Allahut e pastaj të ringjallesha, pastaj të vritesha e të ringjallesha dhe më pas të vritesha sërish. Këtu Imam Buhariu na tregon për xhihadin edhe vlerën e xhihadit. Saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pozitën e pejgamberdykut e ka pas lakmi vlerën e xhihadit edhe shahidit. Saqë thotë kisha pas dëshirë që kur mu vra, e pastaj mu ringjall, e pastaj mu vra, e pastaj mu ringjall. Para mendoj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lakmi veprën e shahid bllukut. Andaj këtu na lën me kuptu vlerën që ka xhihadi dhe kjo është kupola e islamit. Mirë po, nga ana tjetër besimtari duhet me pas parasysh se në kontinuitet, në vazhdimsi duke i bë veprat që i ka të përditshme, apo arrin zemra her pas here një lloj gafletit. Ti vazhdon nuk i hek dorë për aty në veprave. Në vazhdimsi vazhdon duke më i bë, por ka një lloj gafletit zemra ti. Mirë po, goditja e zemrës me diçka që e frigon zemrën e këndjell dhe e kthen në vend ku e ripërtrin zemrën e tij. Andaj një ndër këto, këtë rol e luan edhe xhihadi. Për atë goditja e zemrës, xhihadi i cili ka frikë apo ka përpjekje shumë të madhe, mirë po në vazhdimsi duke e parë rrezikun se në moment duhesh ke më dhënë shpirtin, ke më dal para Allahu xhallahu ala, besimtari fillon dhe nën stop e ripërtrin imanin në zemrën e tij.
Apo e përkujton mallin Allahu xhallahu ala, që rrjedhimisht e pastron zemrën. Ashtu mund të qenë edhe goditje të ndryshme që ndikojnë zemrën, si mund të qenë tërmete të ndryshme, katastrofa të ndryshme që ndikojnë në zemrën e besimtarit që e kthjellin atë dhe e kthejnë aty ku duhet. Po. Kapitulli. Kryerja e namazit të natës gjatë Ramazanit është prej imanit. Vizita e varreve në vazhdimsi. Pra esenca është që përmarrit me anjall zemrën. Dhe jam i kry disa vepra për marrit një lloj monotonie dhe nuk është në përputhje pastaj e jashtme me të brendshme. Ti vepron të brendshme, ata veprat të jashtme, mirë po e brendshme nuk është konstant me ty aq sa duhet. Kapitulli. Kryerja e namazit të natës gjatë Ramazanit është prej imanit. Ismaili na ka thënë, me ka treguar Maliku nga Ibn Shihabi, e ky nga Humeid ibn Abdurrahmani, se Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ati që e fal namazin e natës gjatë Ramazanit, duke besuar dhe llogaritur në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e së kaluarës. Edhe këtu del në pa, domethënë edhe agjërimi i Ramazanit, mirë po nga ana tjetër namazi i taravive në gjatë muajit të Ramazanit, e që është një vepër që shariati e ka madhnuar shumë e që nuk është obligim. Mirë po jashtë obligimi vepër shumë madhështore e që besimtari nëse i përqaset asaj vepre është argument dhe dëshmi për imanin zemrën e tij. Kusht është që me qenë e mbrëmshme dhe të jashtme me qenë në përputhje. Domethënë ai i cili agjeron në Ramazanin imanan wa ihtisaban, apo me besim duke kryer turën te Allahu xhallahu ala, wa ihtisaban shpreson gjatë ditës që është agjërueshëm, shpreson se ka marrë shpërblimin te Allahu xhallahu ala. I vjen një hajram para e ul shikimin se shpreson në vazhdimsi zemra e tij është duke kryer këtë adhurim ashtu siç duhet. Jo vetëm duke me të barku i tij, pa ushqim edhe pa pije, duke me të thar. Kapitulli. Agjerimi i Ramazanit, duke shpresuar shpërblimin prej Allahut, është prej imanit. Ibn Selami na ka thënë, na ka referuar Muhammed ibn Fudaili, e këtij ka treguar Yahya ibn Saidi, nga Ebu Seleme, se Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ati që agjeron Ramazanin, duke besuar dhe llogaritur në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e së kaluarës. E kena përmendur aty më herët që Imam Buhariu pasi që na ka treguar për disa vepra, ashtu si ka thënë imani është tek të tre, tek zemra, tek gjuha edhe tek vepra, na ka treguar disa vepra që gjithmonë çdo vepër duhet të pas të trija, po? Kena thënë vetëm atë rast kur vjen nëse përjashton shariati njërin prej tyre. Dhe ku ka përjashtuar shariati që na ka treguar Imam Buhariu në renditje? Te rasti i sadakas, ku ti e bën me zemër dhe e bën me vepër dhe eliminohet goja. Apo? Edhe kjo është pjesë e saj. Mirë, po kena thënë, ka edhe raste që eliminohet edhe goja, edhe vepra, vetëm zemra, e kjo vepër konsiderohet pjesë e imanit, që kena thënë et-turuk min al-iman, lënia është për imanit. Dhe kena përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kush është musliman? Që besimtarët janë rahat për gojës edhe dorës tij. Et-turuk, lënia e veprave kena thënë se është pjesë e imanit. Edhe në këtë rast, agjërimi si agjërim është lënia. Apo lënia e ushqimit, lënia e pijes. Dhe nuk është vepër diçka që mirë, po edhe kjo lloj lënie ka një shpërblim shumë të madh tek Allahu xhallahu ala. Dhe aq më tepër nëse kjo vepër bëhet me imanin wa ihtisaban, me iman dhe me shpresë në llogarinë Allahu xhallahu ala, që do të thonë në vazhdimsim përputhje e mbrëmshme me të jashtme. Po. Kapitulli. Feja është e lehtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Feja më e mirë tek Allahu është e postra, nga idhujtaria dhe e lehta. Abdussalam ibn Mutahhiri na ka thënë, na ka treguar Omer ibn Aliu, nga Mean ibn Muhammed Gifari, e ky nga Said ibn Ebu Said Makburi, se Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Feja është e lehtë, kështu që kedo që mbingarkon vetveten me fejnë e tij, feja do ta mund. Andaj jeni mesatar, afrojeni persosërisë dhe përgëzoheni për shpërblimin që ju pret. Kur merrni udh, shfrytëzoni mëngjesin e hershëm, pas ditën dhe një pjesë të natës. Al-wasatiyya, apo që shpesh jena mësuar që më ndëgju se është mesatare. Mirë po, al-wasatiyya nuk ka për qëllim mesatare. Pa dyshim që shariati është mesatar, është mes dy ekstremeve. Mirë po, këtë mesatare nuk është nëse se e kena caktu. Mirë po, duhet me kuptu se Allahu xhallahu ala thot, yuridu Allahu bikum al-yusr. Allahu për ju e dën lehtësinë, që i bjen al-aslu sharia al-yusr. Origjina bazë e shariatit është lehtësimi. Andaj se problemi është se këti çka vun dy
matës e anash që e prun diçka mesatare. Nëse prun, për shembull, kënej Kurejshët, që janë në armiqësi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i bën që Ebu Talibi qenë ka mesatar. Apo? Mirë po, mesatare nuk është ti si i prun atë dy përkufizimet pastaj ti e qet. Mirë po, duhet me e kuptu se mesatare është vetë feja. Pa edhe këtu e ka për qëllim, wa qala awsatuhum, dhe ka thënë, nuk ka thënë i mesit për tyre, por ka thënë i cili ka qenë më i dituni, që do të thonë më i miri për tyre, më i dituni për tyre, që edhe feja është el wasatia, mesatare, vetë feja është më e mira njëja lloj feje. Edhe njëja lloj feje, njëja është mesatare. Për gjithë suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më i miri. Edhe ai është definimi mesatarës. Çdo kush largohet djathtas apo majtas është largu prej mesatarës. Kjo është e para. E dyta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se feja është e lehtë. Çka ka për qëllim se feja është e lehtë? Feja duhet me pas për shkallëzim, sidomos tek ata të cilët janë trinj. Dikush i cili ka hyrë i ri në Islam, a merret me një herë, ka qenë ateist, edhe merret me një herë të një gjatër, ti duhesh me agjëru, ti duhesh me fal namaz, ti duhesh për një herë zakatin 2.5 qend pasunisë, as to me ta marr, me ta jap, ti bën një herë e ngarkan apo ka një lloj përshkallëzimit. Ka një lloj përshkallëzimi. Nga sa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka nidh Muadhin në Yemen, çka i ka thënë? E para atë përshkallëzimi i thirrjes në tauhid, mbjellë tauhidin në zemër, madhimin e Allahut xhallahu, njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj tregon se janë më pasore, që fillon me namazin. Nuk fillon ti për një herë me zakatin as me haxhin para namazit. Andaj ka një përshkallëzim. Dhe ky përshkallëzim në kalitje është e lehtë, nga se njeriu ndërton veten dal gadal. Ashtu është edhe nëse në një vend që ka hyrë në Islam ai vend në përgjithësi, nuk fillohet si gjithë sheriatin duke ia derdhur atyre. Mirë po fillon përshkallëzimi i formimit atyre me të elementet e përgjithshme. Ashtu siç është edhe rasti i Ibrahimit alayhis salam. Ku Allahu xhallahu na përmend në Kur'an ku thot Ibrahim alayhis salam, inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Thotun e kam pa thot se kam të bë kurban. Thot çka ish mendim mirë. A thohet në urdhën e Allahut çka ke mendim ti, apo duhet mos zbatu urdhën e Allahut xhallahu ala? Padyshim që ka mos zbatu. Por ti duke ja prezantuar ti, duke ja nap me një formë pak më të mirë, e rahatan ata. Apo? Një ashtu si dikush i cili ka një firmë, një organizat. Edhe për një herë për unë, një gjahë sat me nesër kush nuk e ban këtë, ka më gjobit një kështu, kam ja hek rrogën, ka më ba natyrshmëri, njeriu të është për një herë mu frigu. Mi po nëse e merr, i mbledh ata, çfarë mendimit kena me bën një kët. E rahatohen edhe ata andaj përshkallëzimi edhe i fesë. Duke ju tregu njerëzve, duke parashtruar para tyne, i bën një lloj rahatimit edhe ata e marrin si më thon nga ana tjetër. Edhe mëkatet nëse nejna duke u marr me një njeri i cili bën zina edhe pin duhan. A për një herë do mi fillu ti më ja tregu për duhanin e më parësore është për shkallëzimi i këtij procesi. Cili është mëkati më i madh? Është zinaja, merresh një me zinan që ky mu largu për këtij mëkatit, mu pastru për këtij mëkatit. E pastaj prioritetet tjera cilat janë në mëkate. Për atë edhe Omer ibn Abdul Aziz na ka treguar neve duke na thënë se ai i cili e merr fen në tërësi, ai ka milan edhe në tërësi. Nga se feja e mund. Feja është e lehtë dhe ka përshkallëzim tek secili person. Andaj që duhet me pas parasysh. Kjo lloj lehtësie, kjo lloj wasatie që quhet mesatare, kjo është vetë e drejta. E drejta në vetvete është gjithë suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po e drejtë në vetvete është edhe përshkallëzimi e aty në tjerëve që janë rishtazi në një këtë fe. E që është domethënë pjesë e imanit. Kapitulli: Praktikimi përsosur i Islamit. Nga Ebu Sejt Hudriu. Maliku ka thënë, na ka rrëfyer Zeid ibn Eslemi, e këtij ka rrëfyer Ata ibn Yesari, se Ebu Sejt Hudriu radhiyallahu anhu tregon se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Nëse një njeri e përqafon Islamin dhe përkryen atë në formën më të mirë, Allahu ja fol çdo të keqe që ka bërë, e pastaj pason shpërblimi i punëve. Vepra e mirë shpërblet 10 deri në 700 fesh e më shumë, kurse vepra e keqe i llogaritet aq sa është, përveç nëse ja fol Allahu. Nga Ebu Huraira, Ishak ibn Mansuri na ka thënë, na ka treguar Abdurrazzaku, e këtij ka rrëfyer Mameri nga Hemami, se Ebu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nëse njeriu e përkryen Islamin e tij në formën më të mirë, atëherë çdo e mirë që punon i llogaritet 10 deri në 700 fesh më shumë. Ndërkohë çdo punë e keqe që bën i llogaritet aq sa është. Imam Buhariu na ka pru kapitullin praktikimi i përsosur i Islamit. Dhe kjo në nënvizimin e kësaj ka shumë domethënie të madhe. Dhe këtu ka sjell hadithin e Abu Sa'id al-Khudriut, i cili thotë
e përkryen atë në formën më të mirë. Personi i cili ka hyrë në Islam dhe e ka përmisu Islamin e tij, kanë dikant që më fshijë mëkatet të mahershëm. Mirë, po një person i cili ka bërë zina në kufrin, gjatë periudhës që ka qenë kafir, në kufrin e tij. Pastaj ka pranuar Islamin dhe vazhdon me zina. Ky faktikisht ka hyrë në Islam, mirë, por ky nuk arrin ky Islam që më afshi gjitha mëkatet. Nga se ky zina që e ka bërë në xahiliet, edhe që është duke e bërë në Islam, ka më marrë llogari edhe në Islam edhe në xahiliet për një këtë mëkat. Me kusht idha hasan Islamun nëse e permision Islamin e tij, atëherë themi se Allahu xhallahu e ka fshi atit të kaluar. Që nga ana tjetër, nëse besimtari, nëse një kafir ka hyrë në Islam dhe ka përmirësuar Islamin e tij, Allahu xhallahu ja ka falë gjithat kalumën. Mirë, po pas 2-3 vjetëve bën një mëkat caktuar që e ka bërë në xahiliet. A merret edhe për periudhën e xahilietit? Themi ja, llogaria e fillon për këtij momenti që e ka vepruar. Nga se ka pas përmirësim të Islamit tij në gjatë një periudhë të caktuar. Nga ana tjetër, këtu ka përmend se pastaj veprat e mira shumë fishohen, apo? Mirë, po veprat e ligën nuk shumë fishohen, por veprat e ligën mundet mu zmadhu. Nga se vepra e ligë e cila kryhet në kohë të caktuar ose në vend të caktuar mundet mu ardhë në peshore dhe ma e rëndë. Një vepër e ligë është vepër e ligë, nuk shumë fishohet, por zmadhohet aja, nëse kryhet për shembull një vepër e ligë në Ramazan. Ndryshe mi kry jashtë Ramazanit, ndryshe mi kry në Ramazan. Nëse një vepër e ligë kryhet në Qabe, ndryshe mi kry jashtë Qabes dhe ndryshe mi kry në Qabe. Andaj themi në kohë të caktuar ose në vende të caktuara, vepra mundet mu zmadhu, por jo mu shumë fishu. Ka ana tjetër, aja se çka ndakan për mu shumë fishu mëkati, është edhe gafleti në zemër. Nëse zemra arrin në gaflet dhe e bën mëkatin dhe ky mëkat nuk parafiton zemra e tij, nuk e mandon Allahu xhallahu kërshi i këtij mëkatit, themi se një kja gaflet i zemrës mund të marrë që më shumë fishu mëkati. Për atë thot Ibn Shihab az-Zuhri, çuditëm thot me dy hadithe. Hadithin asaj lavire që i ka dhënë qenit ujë me pi, Allahu xhallahu ka falendëruar dhe e ka fshi mëkatet. Apo? Edhe hadithi ai i cili e ka mbyll macën në dhomë, as nuk e ka lënë të lirë që vetë më ushqy, as nuk e ka ushqy vetë derisa ka ngordh. Aja nuk është se ka ngordh për 1 ditë, për 2 ditë, as për 3 ditë. Kohë gjatë, e ka mbyll aty. Dhe që ka qenë zemra e tij e ngurtë dhe në gaflet saqë nuk ka shkuar, nuk i ka lënë më rahmet zemrën e tij, ka shenjë asaj krijese. Gafleti që ka qenë në zemër ka rezultuar që ky person më meritu xhenemin. Ja se i shumë pishu si vepër, por i zmadhu si vepër, si mëkat para Allahu xhallahu ala. Andaj edhe gafleti në zemër ka shi mëkateve në vazhdimsi, edhe pse mundu me qenë mëkate të vogla, ata mundu mu zmadhu para Allahu xhallahu ala. Kapitulli, adhurimi me i dashur tek Allahu është ai që kryhet në vazhdimsi. Edhe ky që ka thënë përmirësimi i Islamit, që më thon përmirësimi me të brendshmën e tij, edhe me të jashtmen e tij, përmirësimi me zemrën e tij, me gjuhën e tij, edhe me veprat e tija, derisa arrin besimtari në atë ya'budullaha ka'annaka ta'budullaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Derisa arrin domethën fazën gradën më të madhe, e që është se ti më adhuru Allahun xhallahu ala sikur është, edhe ti nëse nuk e sheh, ai çe ty. Përmirësimi i Islamit derisa arrin këtë, në këtë gradë. Në gradën e ihsanit, domethënë. Kapitulli, adhurimi me i dashur tek Allahu është ai që kryhet në vazhdimsi. Nga Aisha bint Abu Bekr. Muhammed ibn Muthayna na ka thënë, na ka treguar Yahya ibn Hishami, e këtij ka rrafyer babait i tij, se Aisha radhiyallahu anha tregon se në ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyri tek aja, teksa aty ndodhej një grua. Ai tha, kush është kjo? Aisha tha, filanja, dhe përmendi namazin e saj të shëmt. Rrjedhimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke mos miratuar tha ndal. Bëni punë të mira aq sa keni mundësi, sepse Allahu nuk mërzitet nga jo derisa ju të mërzitni nga veprat. Praktika më e dashur fetare te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ajo që kryhet në vazhdimsi. Nga ky hadith domethënë të na del në vazhdimësisht duke na dalë bah për nifakun që ja ka folë Imam Buhariu dhe vazhdon pastaj flet e secili kapitull që ka ardhur pas nifakut a lëdon diçka në pjesën e nifakut. Andaj këtu na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë një grua Aisha radhiyallahu anha dhe kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend kush është ajo. Dhe Aisha radhiyallahu anha duke ditë se në Islam nuk lejohet gruaja që me fut dikën në shtëpi pa miratimin e burrit. Përveç nëse ja merr mendën që burri është i kënaqur me prezencën e saj në shtëpi. Nëse burri e shef se dikush e cila nuk ka sjellje të mira, nuk ka moral, e një kështu më radh, nuk ka qejf që ja për mirë shtëpi dhe gruaja fut pa lejen e burrit në shtëpi atë shoqe, e ka haram. Andaj edhe në këtë rast pejgamberi sa kur e ka pyetur se kush është ajo, nga se nuk e ka njoft, Aisha radhiyallahu anha ka filluar dhe mi përmend cilësi të mira.
që ja fal namaznate, bën vepra, atëherë pejgamberi më ka thënë ndal. Dhe i ka dhënë një thënie ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhalla wala nuk mërzitet bani vepra të pakta. Nga se Allahu xhalla nuk mërzitet derisa ju të mërziteni për veprave. Dhe thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, praktika më e dashur fetare te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë ajo që kryhet në vazhdimsi, edhe e paktë edhe në vazhdimsi. Pse? Se njeriu nëse një periudhë bën vepra e pastaj i lë ato vepra, bën vepra shumë. Dhe pastaj i lë ato vepra dhe e bën jetën në vazhdimsi, ai llogaritet nga sa ibratu bil khawatim. Urtësia është sipas përfundimit. Nëse dikush prej moshës 30 deri në 35 vjet, deri në 36 vjet ka fal në vazhdimsi namaznate. 11 rekate ka fal namaznate në vazhdimsi. Dhe ka lexuar surën Bekare Ali Imran. Mbi për moshën 36 deri në moshën 45 nuk e bën një praktik tillë. Apo? Dhe Allahu xhalla ula ja marr shpirtin në moshën 45 vjeçare. Andaj sipas përfundimit është e gjitha ajo dëshmia që tregon për të mërendshme dhe për të jashtme. Pa çka se e mërendshme një periudhë ka qenë shumë e madhe, pastaj i ka ra, andaj kjo ka qenë e mërendshme edhe jashtmja e tij. Andaj për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vepra e cila është e paktë edhe vazhdueshme, vlen me kuptues se është në kontinuitet e jashtmja me e mërendshme me të jashtmen tënde. Dhe dëshmon se imanin e ke në vazhdimsi pa batica dhe zbatica të mëdha. Dhe ke në vazhdimsi, andaj për këtë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar kot. Për atë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka kërkuar disa këshilla i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Qul amantu billahi fastaqim." Thuaj besohen Allahun xhallahu dhe qëndra në asaj, pak po qëndroj në asaj në kontinuitet aty në veprave. Nga ana tjetër, dikush i cili ka vepra dhe kryen vepra të mira, mirë po për shkaqe të caktuara që i ka arsyetuar sheriati, ndalohet për aty në veprave, ai vazhdon në vazhdimsi mi marr shpërblimin. Nëse dikush në vazhdimsi ka fal namaznate dhe i vjen në moment caktuar çmendet, e arrin çmenduria dhe vazhdon jeta aty pa këta vepra, shpërblimi vjen akoma për mi marr. Ose ndoshta për shkak pleqërisë ai ka fal 20 rekate namaznate në vazhdimsi. I ka ardhur pleqënia, i shul në 10. Mirë, por kjo është diçka shkak që nuk varet prej tij. Por edhe për këtë shkak merr edhe shpërblimin në vazhdimsi, nga se është diçka shkak i jashtëm që e ka privuar. Ose dikush që Allahu xhallahu arrin pleqënin dhe ja merr shikimin. Ai ndoshta çdo ditë ka lexuar nga një xhoz. Mirë po pleqëni kur e ka humb shikimin, nuk din diçka përmendsh, nuk din se më lexu. Mirë po privohet për një këtij adhurimit, shpërblimin kë kam i marrë në vazhdimsi, a thosë është duke kryer një këtë vepër. Edhe kam i ndej në vazhdimsi e mërendshme me të jashtme para Allahu xhallahu ala, sikur e ka bën një këtë. Të mërendshme, sikur e ka bën një këtë jashtme, pa çka se këtë jashtme nuk është në përputhje me të mërendshme, nga se nuk është vepra realisht prezant tek kë. Andaj besimtari duhet me pas këtë parasysh që në vazhdimsi duhet me qenë në mërendshme me të jashtmen e tij. Dhe për këtë shkak thot pejgamberi sa ky është hadith shumë madhështor që na lën me kuptues se të veprat e paktë dhe besimtari si fillon me plotsu fenë e tij dhe në përputhje me këtë permisimin e Islamit, që sa t'ja fillon ti me 2 rekate, edhe e man për një kohë 2 rekate namaznate. Pastaj fillon e shtan 4. Edhe e man një kohë, pastaj fillon e shtan, nga se kjo rrëdhimisht nuk shkon ti duke ushtru veten, duke kalit veten, që ti bën mas me ra. Dhe e man njët në vazhdimsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.